Nata e ndërrimit të viteve është një moment reflektimi dhe përkushtimi ndaj personave të afërm. Ky ishte mesazhi i presidentit të Republikës Bajram Begaj, i cili uroi qytetarët shqiptar suksese dhe jo vetëm. Nata e ndërrimit të viteve është koha e reflektimeve, momenti kur ndalemi për të parë çfarë lam pas dhe për të projektuar shpresat tona për motmotin e ri. Kreu i shtetit theksoi se Shqipëria dhe qytetarët e saj kanë dëshmuar ndër vite vullnet për të bërë progres. Viti që po mbyllet ishte një vit përpjekjesh dhe sfidash, ku Shqipëria dëshmoi sërish vullnetin për të ecur përpara. Kemi ende punë për të ngushtuar pavarësitë dhe për të forcuar besimin tek institucionet. Forcuam rolin tonë ndërkombëtar dhe hollëm hapa konkret drejt Bashkimit Evropian. Kemi shënuar progres në forcimin e shtetit së drejtës, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nuk harroi të uronte edhe qytetarët e trevave shqiptare. Përshëndetjet më të ngrohta dhe urimet më të mira kam sot për shqiptarët kudo ndodhen, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi, Luginën e Preshevës, Arbreshët dhe diasporën tonë. Ju jeni pjesa e pandare e këtij kombi dhe energji vitale për të ardhmen tonë të përbashkët. Mesazhin e tij presidenti i vendit e mbylli me bekime dhe me thirrjet për të qëndruar sa më pranë njëri tjetrit.